Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit që në fakt i gjithë publiku është sy e vesh nga ajo se çfarë është thënë, nga ajo se çfarë është fol dhe qëndrimet të familjarëve të Brikenës. Nëna e Brikenës u tregua një zonjë vërtet. Do me thënë unë sot hodha një analizë arsyen përse mund të jenë përfshirë prindërit në këtë marrëdhënie. Do me thënë kemi të bëjmë me një lidhje që para 4 vitesh kanë qenë në një moshë pak më të re, edhe pse Brikena nuk është se nuk ka qenë në moshë të re, njeriu që në moshën 18 vjeçare merr vendimet për veten, por ndonjëherë prindërit mendojnë më të mirën për fëmijët, nuk kanë patur ndoshta mundësinë për ta njohur Mateon, paragjykimet të zonës, të rrethit ku jetojmë, normalisht na bëjnë që ne të stopohemi edhe të ndikohemi nga rrethanat. Nëna e Brikenës, një zonjë vërtet e pyetur nga televizioni Top Channel për Mateon dhe për pëlqimin që në fakt Mateo shpreh kundërdrejt Brikenës, kundërdrejt marrëdhënies së tyre, nëna e Brikenës me zemër të hapur tha që ne jemi dakord çfarë do lloj vendimi që të merr Brikena. Në qoftë se Brikena ndjehet mirë, ndjehet e lumtur, ndjehet e kënaqur në këtë raport, ne me patjetër që do ta mbështesim. Tani unë e di që vllau i madh dhe dyshoj në fakt që mund të bën një lëvizje që Brikenën ta informon me këtë intervistën e nënës, sepse natën e mbrëmshme tek momenti kur Mateo doli në verandë edhe kërkoi që ta takonte nënën e Brikenës për t'i kërkuar falje, në fakt një gest i cili është për ta duar trokitur dhe për ta vlerësuar dhe prandaj dhe po e vlerësoj kaq shumë. Brikena si qeshte fytyra dhe ishte shumë e lumtur që Mateo po e bënte këtë lëvizje. Domethënë Brikena ka një lidhje jashtëzakonisht të madhe shpirtërore me familjen, gjë e cila e bën Brikenën që të mendohet në fakt në vendimet që merr, që të mendohet në lëvizjet që bën. Dhe pikërisht mendoj që nëna e Brikenës tashmë i hapi rrugën të bijës për të vepruar. Unë uroj me zemër që Brikena dhe Mateo të lidhen bashkë, kërkoj nga fansat që të bëjnë një lëvizje të tyre, nëse i duan kaq shumë le t'u japi një informacion nëpërmjet dronave në shtëpinë e Big Brotherit, që t'ju tregojnë të paktën që të gjithë janë dakord që ato të dy të jenë së bashku, sepse e pash frikën e Brikenës se çfarë thot babi për mua, si ndjet babi, si ndjet vllai, domethënë është ky respekti familjar, se ndonjëherë nuk është frika, por është respekti familjar për atë që ti, domethënë për ato që kanë kontribuar për ndjesitë etj. Nëna e Brikenës tha që marrëveshja për të hyrë në Big Brother ka qenë familjare, domethënë janë shumë të lumtur që e shikojnë Brikenën aty brenda, dhe njëkohësisht janë të lumtur në qoftë se Brikena do t'ia beson zemrën e saj një djalit brenda shtëpisë. Unë mendoj që e meriton Mateo Brikenën, gjithashtu dhe Brikena Mateon, edhe ditën e sotme ishin po lëvizje të njëjta, edhe ditën e sotme ishin po situata të njëjta. Mateo kur lëvizte, Brikena i drejtonte syt nga ai, Mateo syt nga Brikena. Unë mendoj që sado kudo të mos të duam, ato që i duam, me patjetër që zemra plas edhe do t'i ndjek edhe do t'i do. Mendoj që Mateo dhe Brikena në qoftë se lidhen bashk, do t'jenë çifti më i dashur, më i komentuar dhe më i shumë pritur i publikut.